Përshëndetje miq, këtu I kam sjell bukë me qumësht, doli vërtet fantastike e butë si pambuk. Për këtë recetë unë kam përdorur 700 gram miell 00 dhe 700 gram miell Manitoba. E siti mielli. Shtoj 20 gram maja bire të freskët, 1 lugë kafe sheqer dhe 1 litër qumësh në temperaturë dhome. Qumshtin e shtojmë pak nga pak, duke bërë, nëse del brumi shumë I ujshëm, I shtojmë pak miell, nëse del I ngurtë, pak qumësht. 100 gram gjatë në temperaturë dhome dhe 1 lugë krip. E përzim mirë brumin, e përpunojmë mirë, derisa të përfitojmë të konsistencën elastike. Shikoni, e mbulojmë I picet guzhine dhe lejmë të çelodhet për 30 minuta. Mbas 30 minutash luajmë tepsit. Masa e tepsisë është 38 cm për diametër. Ndajmë brumin me toptha, 100 gram si cilën, pastaj ju veproni si të doni, unë I ndava 100 gram. I vendosim tepsi, I lejmë të çelodhen për 40-45 minuta derisa të dyfishoj brumi. I lyejmë me një të verdh vezë të përzier pak me qumësht dhe e fusim direkt në furrë të paranxehur me 200 gradë për 35-40 minuta dhe ky është rezultati. Ju përshëndes, ciao ciao.